Falenderojmë Allahun e Madhërisht, hamd Allahut për të gjitha të mirat e Tija, salavatën mbi pejgamberin alayhi salam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, para se të fillojmë ligjëratën, gjithsesi që një përkujtim i veçantë për çdo ditë xumaje. Pra, për këtë ditë në ka porosit pejgamberi alayhis salam në mënyrë ekskluzive ka thënë në ditën e xumë, sa më shumë dërgomni mu salavat. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Veç kaq mjafton, ai që qënë deri në fund halama sevap, kaq shkojsh. Se ai që një herë mu më dërgon salavat, Allahu e lavdëron, e bekon atë në qiell të krijesat që në më të mira, të melaqet. Kështu që sa më shumë këtë ditë i qojmë salavat pejgamberit alayhis salam, e pastaj salavatet, përveç që kemi sevap të madh të Allahu, salavatet o vëllezër janë sebeb, shkak, nuk e kam unë temën sot, këto veç si hyrje. Salavatet janë shkak mund të kalu brengat që i kemi, stresin që i kemi, problemet që i kemi, ngarkesat që i kemi, salavatet janë një prej faktorëve të i kalimit këtyre të borxheve dhe shumë problemeve të tjera. E me pastaj të ndershëm vëllezër, me qenë se jemi duke u shoqëruar që një kohë të gjatë me një temë, po mundohemi me e përmbyll, po e përmbyllim si këshill, për ndryshe si tema e vazhdon edukimi i gjeneratës së re, edukimi i fëmijëve. Jemi shoqëruar diku 12 ligjërata me këtë temë. Sot dua që në përmbyllet e kësaj teme të përcjelli disa mesazhe për prindërit në raport me fëmijët. Pra, mesazhe që janë të rëndësishme që prindët duhet të kenë parasysh në raport me edukimin e fëmijëve. Dhe gjithsesi qëllimi ynë të ndershëm vëllezër është që ne si prind edhe ju sa më shumë të kompletohemi me qëllim që të jemi modeli më i mirë për gjeneratën e re, për fëmijët tanë, për nipat dhe mbesat dhe gjeneratat që pasojnë. Pra, në radhë parë duhet ta dinë çdo prind se çdo gjenerat i ka specifikat e veta. Pra, ne si prind duhet ta kuptojmë që gjenerata që është tani nuk ka qenë kohën kur kemi qenë një fëmijë. Kështu du ta kuptojnë edhe gjyshërit. Pra, prej gjyshërve deri te nipat janë 3 gjenerata. Nuk janë të njëjta. Kanë ndryshuar shumë rrethana. Jo vetëm që kanë ndryshuar tani kanë ndryshuar shumë shpejt. Por ndryshe, prej kohës të sahabëve në kohën e tabiinëve. Tabiinët janë gjenerata e dytë. Tabiinët janë ata që nuk e kanë mri pejgamberin, nuk e kanë pa. Tabiin quhet më një herë çaj fëmia që ka lind çat ditë që ka vdek pejgamberi alayhis salam. E unë veç po du ndërlidhet që saj teme me cek një rast, që e kam shpjegu këtu në xhami ditën e mërkure, për një pjesë t'jujen që s'keni qenë prezent, sigurisht është me interes me cek. Abdullah ibn Omeri është djali i Omerit. Allah i qoftë i kënaqur me të dytë. Abdullah ibn Omeri është prej sahabëve. E ka mri pejgamberin sa mirë, po ka qenë djalosh i ri. Pasi ka vdek pejgamberi, pas pak viteve ka thonë që thonje. Ka thonë, ka ardhur koha e ndryshimeve, po përjetojmë ndryshime të mëdha, llogarit prej sahabëve të tabiin, ndryshime të mëdha. Thënë në kohën tonë, në kohën e shpalljes, sa u kanë gjallë pejgamberi sallam, më shumë i kena dhënë prioritet dashnisë së vllaut musliman se sa kapitalit tonë, dinarit dhe dirhamit. Kanë thonë dietarët, pra, kanë pas hak se cili pi muslimanëve në mallin tonë. Kush ka dashur të ka marrë në shërbim kerrin, një tesh, një diçka, e ka përdorur, e ka lënë çaty dhe s'e ka kthyer kërkush. Thotë sot, në kohën tonë, po japin rëndësi më shumë dinarit dhe dirhamit se hakut të vllaut musliman. Llogaritni në kohën, në gjeneratën e ardhë po flitet që kjo. Pra, Ibn Omeri për përshkru një ankesë
pe paraqet një ankesë, llogaritni tash çfarë ndryshimi ka në kohën tonë. Po edhe na e kena mri vëllezër, edhe ju e keni mri, e sigurisht për gjeneratën e re edhe kjo është interesant me ditë. Për shembull, po flasim para 4-50 viteve, njerëzit që kanë punu bujqësinë, nara i kanë lënë mjetet e bujqësisë. Në shumë vende, nara i ka lënë, ka punu të ditën e ka lënë çati plugun, e të tjera mjete, të nesrit apet e ka vazhdu. Çfarë mendojmë sot? Ajo merr mend që sot mund me lënë dikush që shton një mjet. Se minimum i shkojnë e marrën e shesin për hekër. Që shto kanë dyja. Pra, kjo është një prej 10-100 ndryshimeve. Prandaj arsyeja që unë kam cek këta ka të bëjë me çështje tjera. Pra, ne si prind, edhe si gjysh, duhet me kuptu se fëmijët tanë dhe nipat tanë nuk janë sikurse gjenerata jonë. Ka ndryshime në mendësi, ka ndryshime në evolim, ka ndryshime në teknologji. Na kur kemi qenë, edhe ju, pjesë e madhe e juja që jeni më të moshuar, nuk ka qenë kjo teknologji. Atëherë, ne si prind edhe si gjysh, duhet ta kuptojmë realitetin që është, jo ta e mohojmë. Prandaj, çdo gjenerat i ka ndryshimet e veta. Në bazë të këtyre ndryshimeve, ne duhet t'i afrojmë standardet e jetës. Jo të bëhemi përjashtues. Jo të bëhemi mohues, po gjithsesi ato që janë shërbimin tonë duhet t'i marrim. Por e rëndësishme është që ne si prind duhet të bindemi që ka ndryshime nëpër gjenerata. Dhe se çdo gjenerat i ka specifikat e veta, e ke më të lehtë pastaj me i kuptu gjeneratën e re. Qoftë në qasjen e tyre në raport me prind, qoftë në qasjen e tyre në raport me shkollimin, e kështu me radhë. Pra, shpesh herë ndëgjojmë, pra, ata që janë, po themi, të 50-të, 60-të, që kanë 50-60 vite, shpesh herë e theksojnë, ne e kemi kry një shkollë të mesme me një par tesha. Për gjeneratën e kjo është çesharake. Domthon, për gjeneratën e kjo është shumë çesharake. Domthon, këta nuk kanë mundësi me akceptu këta. Se tani është koha, jo mrena stinës me ndru gardarobën, mrena një stinë disa herë. Qështu është ky standard botëror, nuk ka veç me neve. E pastaj kur janë nisë me tregu gjyshi për shembull, që na në atë kohë me një fletore kena kryer këtë shkollën. Për këta del shumë çesharak. E këto gjana nuk ka nevojë pra me i shti në atë aspektin që me u mundu me josh ose me kthy mrapa gjenatën e re. Jo, s'ka nevojë. Fal Zotit. Ato hjeka që kemi pas na edhe prind tonë dhe t'juft, nuk janë sot. Na duhet jemi falendërues ndaj Zotit të Madhërisëm, e pastaj edhe njëkohësisht me i inkuraju në vlera gjenatët e reja, ju me i kthy mrapa, ju me i kthy, ju po harxhoni shumë, ju s'pe përdoni këta, ju po kesh përdoni këta, na kena hije kështu. Domethënë, shpesh herë këto gjana mund me ardhë si kontradiktore në mes prindit edhe fëmijët ose mes nipit edhe gjyshit. Edhe kjo tani e krijon një lloj handikepi, një lloj barriere. Nuk kemi nevojë na kështu me pas çastin, sepse këto janë ndryshime globale. Fal Zotit, edhe ne në vendin ton po i shijojmë këto të mira që nuk i kemi pas më herët. Pastaj është shumë e rëndësishme për prindët me kuptu që në fakt rinia i ka specifikat e veta. Rinia përballet me disa specifika, disa janë të vazhdueshme në çdo gjenerat, po disa janë të veçanta për këtë gjenerat. Pra ne si prind, edhe gjyshrit, duhet ta kuptojnë që rinia i ka ato telashet e veta, i ka objektivat e veta, i ka çasjen e vet. Tash ai që i ka 70 vite mosh, ka mundësi që e pengon diçka, po ka nevojë ka një herë edhe i moshuari m'ia kujtu vetes ka dalë se edhe një mkon që të mosh. Nështë edhe unë e kumbona e veprim pahishëm. Nështë edhe unë e kumbo diçka që s'është mirë. Pra, ti sot mundesh me qenë haxhi. Ti sot mundesh me qenë shumë ibadetxhi i mirë, a në kohën e ti nuk e ka në xhami. Në kohën e nipit nuk e ka në xhami. Elhamdulillah që tash je mirë, po kuptohet që edhe kjo e ka një shqetësim. Edhe kjo e ka një problem. Atëherë po na t'i afrojmë asistencë e jo për të krijojmë bariera të largimit. Prej këtyre ndryshimeve në radhë pari kanë vendosur rrjetet sociale,
që si kemi përjetu, as ne, as prindet tanë, e t'jujt e as gjëshrit. Rrjetet sociale nuk i kanë përjetu. Pra, kemi folë për këtë temë, nuk du t'i kthejmë rrejsisht, por gjithsesi kemi promovu dhe vazhdojmë themi se rrjetet sociale janë favorin tonë derisa i përdormi për të mirën tonë. Dhe rrjetet sociale janë armiku yni derisa i keq përdormi. Thjesht, pa komplekse, pa kurfar filozofie. Nëse një person investon një i ri, i përcjell firmat e telefona më të ri sa herë dalin, veç me pas dije që kjo shpenzim ka me kon argument kundër te në ditën e gjykimit. Se e të bo masraf, pa nevojë. E dikuj duhet kjo. Unë s'du me hitash në teknologji, se s'jam i thirrur, dikuj duhet sa ma i fort me qenë, sa ma shumë gigabajt, e dikuj vyn vish me kry punë. Për aq sa, dikuj vyn interneti ma i shpejt, e dikuj vyn veç me kry punë. Për aq sa, dikuj vyn me pas qasit vazhdueshme në internet, e dikuj vyn një herë, dy herë në ditë sa me thirr dikon. Qështu thjesht, një përshkrim thjesht. Pse? Sepse mund rrjetet sociale mund e hergju kohën në damin tonë, nëse keq përdorim. Sikur që po e shohim te një pjesë e madhe, sepse do thot ka nevojë për këto gjëra me marr trajnim vëllazër. Sidomos rinis për drejtora. Ka nevojë me marr trajnim unë qysh duhet me përdor rrjetet sociale. Sa kam nevojë unë për rrjetet sociale? E kështu me radhë. Çfarë janë rrjetet sociale? Por në mënyrë të përgjithshme, ne si prind duhet ta kuptojmë që rinia kërkohet me pas çasje në rrjetet sociale. Qoftë në sistemin shkollor, sot ka avancu sistemi shkollor, edhe në vendin tonë, ka nevojë vazhdimisht pra të kenë qasje, por me mas. Me mas. Derisa përdoret me mas është në rregull. Pastaj është problemi i rinis që specifikohen është pagjumësia. Kam folë, nëse ju kujtohet para disa muajve, kam folë për problemet e gjumit. Pra, pagjumësia është një prej problemeve në këtë kohën e teknologjisë, sepse i kanë ndryshu kohënat e gjumit. Natën, pjesë e madhe, qut, ditën fjetë. Kjo e krijon një farë, një lloj shkputje familjare, një asocializim, e krijon një problem madje mes gjenerata në gjenerata, sepse gjeneratat e mahershme jenë mësu me uqu herët, edhe me nis punën me sabah, me mëngjes. E tani dikush në ora 9, dikush në ora 10, e kështu me radhë, sepse ndërlidhet puna e tij nështë ka punu të natën, pra në rrjetet sociale. Edhe këtu po thëm prap ne si prind, pjesërisht duhet me arsyetu. Ani pse unë jam i thtarja asaj që ditën të punohet, natën të pushohet. Ky rregull që e thojnë sot shkencëtarët e që këtë e ka promovu feja që 1500 viteve. E ka promovu Kurani, e ka promovu Suneti pejgamberit sa praktika njerëzve që nata është më e shëndetshme për gjumë. Unë nuk du t'i kthej në ligjërata që kum ligjëruar në aspektin shkencor, medicinal, çfarë vlere ka gjumi hershëm, sa përfiton trupi dhe nuk e merr këto ditën nëse flan edhe tën ditën. Por nganjëherë djali ose nipi ose vajza ose mesa ka nevojë domethënë me shfryzu pjesën e natës për studim, kjo është krejt marrana fezë dhe lejune. Kemi argumente fetare që dietarët islam, pra kanë lexuar deri vonë kur kanë pas nevojë nështë një mesele, një çështje juridike, ja kanë nis masjacies me shfletu deri në sabah ka me të lexu. Krejt ibadet i shkruhet ajo. Por nëse kalon kohën natën, thashë thëme, e rrugëve, e poshtë nal, kjo pastaj është, domethënë, një problem i cili don trajtim. Po ashtu përgjërësive të kohës që në fakt si problematike kohës që është shqetësuese, po edhe ne duhet ta kuptojmë janë edhe pijet narkotike. Dhe kjo problematik nuk është veç e kohës tash këtyre viteve të fundit, kjo ka qenë edhe shekullit kaluar, po në vendin tonë nuk ka qenë shumë e njohur, nuk ka qenë shumë dominuese. Këto 2 dekadat e fundit është bukur dominuese, është pjesë e ditës, është lajmi i ditës. E arsye që unë po e theksoj është te kujdesi ynë ndaj fëmijëve. Me kon po shoqërohen, si po i përdor mjetet, parat që ti jep, prandaj edhe këtu një këshill e kam cek ndoshta më shumë se një herë,
nuk i bën nder fëmijët klas 5, 6, 7, 8, 9 shkollën fillore ose të mesme tult, mi dhanë fëmijët shumë pare. Sepse ai nuk di me përdor, ai mund me keq përdor. Ka forma tjera për me respektu fëmijun ose me ja bë qefin. Sepse, që thot Allahu në Kur'an, wala tu'tu sufaha'a amwalakum, mendje lehtëve mos i jepni pasuninë në dorë. Fëmiu është mendje lehtë. Ani pse është klas 6, 7, 8 kërkoj shumë mirë kuptim për gjeneratës 3, po ne duhet ta trajtojmë realitetin. Kurani nuk e trajton në mënyrë individuale, në mënyrë selektive çështjen, e trajton në mënyrë globale. Pra mund me qenë një fëmijë klas 3, 4, është shumë i pjekur. Domthonë nuk keq përdor, po masovikisht është e natyrshme fëmiu me keq përdor. Prandaj një prej formave të keq përdorimit të parave është se e çojnë duhan pjesë e madhe fëmijëve në shkollë, në të mesme tult ose në shkollë fillore, në duhan llogaritni, ose edhe tash në pije narkotike. Prandaj këtu duhet me pas kujdes. Pastaj prej çështjeve që kërkohet vëmendje, kujdes për prindët është shoqërimi ose shoqëria e fëmijëve. Me kënd po shoqërohen fëmia. Ne duhet jemi të vëmendshëm, duhet jemi të kujdesshëm. Një risi që nuk ka qenë kohën tonë dhe prindët juve dhe tan është se tani kem shoqëri fizike dhe virtuale. Në të kaluarën kena pas veç shoqëri fizike. Për atë arsye edhe këtë familje kanë ditë djali kanë e ka shok. Ose nipi kanë e ka shok. E kanë ditë sakt. Tash nuk e din sepse shoqëria është edhe virtuale, mundet me pas me mia shok, friends në për rrjete sociale, e që ata mund me qenë dvenit edhe jashtë dvenit. Edhe kjo ka nevojë për trajtim, ka nevojë domethënë me ditë se me kënd po shoqërohet dhe për çka po shoqërohet. Sepse shumë virusa, shumë probleme i marrin prej shoqërive që janë virtuale. Përmes rrjeteve sociale, ju kujtohet që unë kur kam shpjeguar para 2 viteve në temën e martesës, kemi thënë që mos i bëni rrjete sociale mësit, ose mos u martoni përmes rrjeteve sociale, sepse ka probleme të mëdha. Kështu që këtë e kam thonë në atë kohë, po kjo vlen edhe për segmente tjera. Prandaj, sot për shembull trajtohet kjo çështje në mënyrë botërore, këtu ndoshta ja vlen me fut ndoshta si trajtim ose si bisedë. Edhe inteligjencën artificiale, që është shumë e rëndësi, kjo dën trajtim të veçantë, po vetëm si këshill përgjithshme po e cekmi, sot është një prej shqetësimeve, po e cekmi ndoshta dy tabore ose 2 shqetësime të drejtimeve të ndryshme, në aspektin fetar, dietarët islam nuk parapëlqejnë që meselet e fesë, çështjet juridike, t'i kthehet inteligjencës artificiale. Të pyetet se çike çështje, çka thot feja. Pra, nuk duhet me u marrë për bazë kjo, po dhe në aspektin mjekësor kemi shumë mjek që do thot paraqesin shqetësimet e tyre, ku pacientat i drejtohen inteligjencës artificiale për një sëmundje të veçantë, edhe në bazë përgjigjes shkon i merr barnat vetë pacienti. Edhe shpesh herë, domethënë vinë në aspekte kontradiktore ose mund të jenë të dëmshme. Kështu që edhe kjo është risi që nuk ka qenë kohën tonë edhe të prindërve dhe gjyshëve tanë, por shfrytëzohet me masë. Madje në arsim, unë javën e kaluar e kam dëgjuar ose kam përcjell një punim të universitetit, një prej universiteteve më prestigjioze botërore të Oxfordit, një shqetësim që sa i përket inteligjencës artificiale, se parimisht inteligjenca artificiale është afru për të na testuar neve, jo për të na dhënë njohuri neve, për të na testuar ditorinë tonë, jo na për të përfituar. Çush i bjen kjo? Kjo i bjen nëse studenti ose me shkumanal profesori ka nevojë për një temë, sot inteligjenca artificiale për pak minuta ta kompleton temën. Atë ti nuk je kërkues i dijes, ti nuk je studius, ti nuk je shkencëtar. Ti ke përdorur inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale është më ne testu neve dijen. E pyet ti para shtron pyetje, a e ka mirë këtë ose kështu me radhë. Pra, kjo do një çështje tjetër, por unë desha ta trajtoj edhe këtë.
Pastaj të ndershëm vëllezër, një prej çështjeve, po themi prej problemeve të rinisë sot, është çështja e bindjeve. Kjo çështje në fakt ka ekzistuar me ekzistimin e gjeneratave, mirë po në kohën tonë është edhe kjo bukur shqetësuese. Si po i formojnë bindjet shoqëria? Në të kalunën, bindjet janë formuar përmes leximit, përmes familjes, përmes shkollës. Kështu ka qenë realiteti. Sot i kemi rrjetet sociale, inteligjencën artificiale, edhe të tjerë, dhe më thonë që në fakt shpesh herë ka mundësi me variu në bindje, me ndryshu bindjet, me ndryshu qasjen rreth bindjeve në çështje të caktuara. Sepse sot, për shembull, për fe, nuk flasim veç në hoxhallar. Flasin edhe të tjerë. Flet edhe populli. Flasin madje ata që janë thirrur hiç, qyshe po i shehin nëpër media, domethënë ka prej atyne që edhe është hoxhë, edhe është mjek, edhe është president, edhe është ministër, edhe është këtë, edhe ton aty ka. Se këta shim në kohën tanti vlera. Po flasim vendin tonë se në shtetet ku ka zhvillim, nuk guxon ose nuk ka të drejtë ai që s'është i thirrur me fol për gjëra që s'është kompetent. Po në vendin tonë këto po ndodhin. Te çështja e bindjeve pak më tepër po du me specifiku, me pas kujdes, pra edhe një prej arsyeve që ne kemi folë që 3 muaj, 4 muaj për edukimin e fëmijëve, është se mundet me lajthit lehtë përmes rrjeteve sociale, ose përmes qasjeve negative shoqërisë, ose rrjeteve sociale e kështu me radhë. Prandaj, te çështja e bindjeve kam për qëllim besimin e pastër, njohjen e Zotit, njohjen e parimeve, sepse në këtë kohë lansohen edhe bindje ndryshe e nga njëherë në emën të fesë. Prandaj me pas kujdes. Gjithsesi është edhe një problematik tjetër e kohës, me këto po du me përmbyll se kisha shumë çka me thonë, po do të vazhdojmë pastaj me këtë. Është edhe asocializimi, një prej problemeve të kohës që nuk ka qenë shumë prezente në gjeneratat e mëhershme, është asocializimi. Çka i bie kjo? Vetmia. Rinia sot një pjesë të madhe të kohës se kalojnë vetë në dhomë gjumit, shkollë në dhomë gjumi, e kështu me radhë, kjo paraqet probleme shumë dimensionale. Edhe probleme në rrafshin e familjes, sepse bëhet një shkputje gjeneratave me ndodhit çka po ndodh. Pastaj është edhe problem i krizave mentale, që për këta janë thirrur psikologët dhe të tjerë të flasin, por është realitet i kohës, që ne pra duhet dim se si ti qasemi. Pra do të shoqërohemi me këtë temë, me lejen e Allahut edhe në ligjëratat e ardhme, lutim Allahun që të përfitojmë nga këto këshilla sepse janë të nevojshme. Të ndershëm vëllezër, mundohuni që me ngjesh safat, sepse jashtë është toka e lagur edhe ka të rreshur, kështu që afroni sa më shumë. Zoti ju shpëlbej për vëmendjen, alhamdulillah.